Skënderbeu ka mposhtur Kastriotin me rezultatin 2-1 në ndeshjen që hapi javën e 20 të kategorisë së parë. Sfida ishte luftuar nga fillimi deri në fund, e shoqëruar me ritëm të lartë tensioni dhe përplasje mes dy skuadrave. Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa gjithçka u vendos në fraksionin e dytë të lojës. Në minutën e 51, Gjini realizoi një gol spektakolar me ravishat duke i dhënë epërsinë Skënderbeut. Korçarët vijuan presion dhe arritën të dyfishojnë shifrat me Beshirajn, i cili shënoi golin e dytë për Skënderbeun duke e çuar rezultatin në 2-0. Për sulmuesin, kjo ishte ndeshja debutuese me fanellën bardhë dhe kuq e kurorzuar menjëherë me gola. Vetëm në minutën e dytë të takimit, Xhixha shkurtoi diferencën për Kastriotin me një goditje nga distanca duke vendosur rezultatin përfundimtar në 2-1. Me këtë fitore, Skënderbeu shkon në kuotën e 47 pikëve dhe vijon i qetë në krye të renditjes, ndërsa Kastrioti mbetet në vendin e 4, 20 pikë lart kryesuesve. Një tjetër hap i sigurt për Skënderbeu në rrugëtimin drejt objektivave të këtij sezoni.